O ju vllazën, sa prej neve falen, sa prej neve agjerojnë, sa prej neve lexojnë Kur'an, bëjnë vepra të mira, shkojnë haxh, e kur mbejtin vetëm, ato ndjejnë një boshllok brenda zemrave tyne. Ato ndjejnë një boshllok brenda vetes tyne. Namazi ndonjëherë bëhet zakon, një adhurim. Kur'ani lexohet pa reflektim. Dhikri bëhet vetëm me gjuhë, e zemra mbetet e pavëmendshme. A thu vallë pse nuk e ndjejmë ëmbëlsinë e imanit? A thu vallë pse nuk e ndjejmë ëmbëlsinë e imanit? A është problemi te Islami? Jo, për shkak se Allahu e ka përsos fenë islame. Allahu thon Kur'an, unë sot e përsosa fenë tuaj. Plotësova ndaj jush mirësinë time dhe për juve zgjodha fenë islame. Atë nëse nuk është problemi te Islami, a është problemi te Kur'ani? Jo, për arsye se Allahu thon Kur'an, ne shpallëm nga Kur'ani atë që është mëshirë dhe shërim për njerëzit, për besimtarët. Nëse nuk është problemi as te Kur'ani, a është problemi te suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Jo, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë, unë juve ju kam lënë dy gjëra. Nëse kapini pas tyne, do të jeni të sigurt. E ajo është Kur'ani dhe suneti. Nëse besimtari nuk e ka problem, nëse problemi nuk është te Islami, as te Kur'ani, as te suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ta dimi se problemi është te zemrat tona. Për arsye se ato zemra ne i mbulojmë me gjunahe. Për arsye se ato zemra i kaplojnë gjunahet e shumta që i bën besimtari natë e ditë. E pastaj normal që themi, hajde shpejt qomi ta falmi namazin. Jo vallahi, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e kapranin hallet, kur e rëndonin hallet, kur e sulmonin armiqt, kur bara e shpalljes së rëndon të bisupet e tina, kur ishte dita me e vështirë e ti, i thoshte Bilalit, ja Bilal, erihna bis salah, o Bilal, na qetëso me namaz. Jo, o Bilal, hajde shpejt ta falmi namazin, po o Bilal, na qetëso me namaz. Për shkak se, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, namazi nuk ishte barë. Por për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, namazi ishte shpëtim, namazi ishte qetësi, namazi ishte rahati, namazi ishte takimi më i ngrohtë me Zotin e tij që e kishte. Kjo është mirësia e imanit. Ta dimi se nëse për neve namazi na duket i ranë për mu fal, dhikri na duket i ranë për mu than, Kur'ani nejnë me ditë të tëra pa u qelë shpion ton dhe pa u lexuar shpion ton, atëherë mos ta fajsojmë fejnë. Për shkak se feja nuk ndryshon. Mos ta fajsojmë Allahun. Mos ta fajsojmë Islamin se Islami nuk ndryshon. Mos ta fajsojmë Kur'anin, sepse Kur'ani ashtu siç ka zbrit, ashtu edhe është në kohën tonë, nuk ka ndryshuar. Mos ta fajsojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por t'i fajsojmë zemrat tona sepse ato ndryshojnë. T'i fajsojmë zemrat tona sepse ato ndryshojnë. Për këtë arsye besimtarët dhe çdo kush prej neve duhet ta pyet veten e tij se çka ka ndodhur me zemrën time. A e keni pa besimtari kur e godet ndonjë fatkeqësi apo ndonjë sëmundje fizike në zemrën e tij, ai mërzitet shumë? A nuk duhet mërzitet kur e godet gjunahi zemrën e tij? A nuk duhet mërzitet kur e kaplojnë gjunahet e shumta zemrën e tij, që ai bën natë e ditë, mëngjes e mbrëmje, kamata, përgojimi, shpifja, cenimi i nderit të tjerëve e shumë mëkate tjera. Për këtë arsye, o robër të Allahut, qëllimi i kësaj hutbe vetëm ka qenë t'ja u përkujtoj juve sa e rëndësishme është puna e zemrës. Për kujdesimi për to, t'jemi kujdesshëm ndaj tyne dhe t'i udhëzojmë ato në vepra të mira. T'i udhëzojmë ato në vepra të mira, po ashtu edhe t'jemi për kujdesshëm t'i ruajmë ato nga vepra të këqija. Dhe se zemra e besimtarit duhet karshi gjunaheve, duhet t'jetë si zemra e zogut. Sa larg që shkon, sa herë që largohet, ajo ndjehet më sigurt. Po ashtu edhe besimtari duhet t'jetë e sigurt ndaj gjunaheve,
Për këtë arsye duhet largohet sa më shumë ndaj gjunat që t'i hike rreziqeve. Kurse sa më afër që afrohet gjunahut, aq më afër rreziqeve do t'jetë. Prandaj t'jemi të përkujdesshëm ndaj tyne, t'i mbrojmë ato dhe çdo gjë që i dëmton. Atëherë kur veprojmë kështu do ta ndijmë ëmbëlsinë e imanit. Unë e lut Allahun subhanahu wa taala që ta takojmë atë me zemër të pastër dhe të penduar.